Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini përsëri. Këto ditë kam filluar me përgatitjet e dimrit dhe sot do ndaj me ju një ide shumë praktike dhe të shpejtë. Kam mbledhur nga kopshti bamje, patlıxhan dhe speca. Pikërisht sasitë që më duhen për një turli për familjen time. Do t'ju tregoj se si i pjekim lehtë paraprakisht me vaj ulliri dhe i ruajmë në ngrirje që në dimër t'i kemi gati për pak minuta të gjithë shijen e freskët të verës. Si e shikoni, këto janë perimet e kopshtit tim, mblodha bamje, patlıxhan dhe në fund fare specat. Specat janë pak të vogla, por janë aromë shumë e mirë. Perimet tashmë janë gati, filloj me përgatitjen. Sigurisht i kam lar, i kam kulluar. Dhe tani i kam gati. Këto janë bamjet e kopshtit tim dhe pse duken pak të mëdha, por janë tepër të njoma. Më parë nuk i prija bamjet se thosha prishen gjatë gatimit, por nuk prishen as pak nëse nuk do t'i përzjeni. Dhe përvoja më ka mësuar se pjesa e bamjes, pjesa e majës së bamjes duhet hequr pasi ajo ka disa enzima të forta dhe prishin cilësinë e turlisë. Presim dhe patlıxhanët në këtë mënyrë. I vendosim në tavë dhe në fund fare kemi specat. I presim specat në pjesë të vogla dhe do t'i rëndisim edhe specat në tavë. Si u thash, sasinë e këtyre perimeve duhet ta bëni mas si e përdorni tani në verë, atë sasi perimesh, që ta keni të gatshme për dimër, dhe kur ju duhet ashtu si e keni nga ngrirja, mund ta gatuani direkt. Nuk i shtojmë krip pasi kripa i forcon, por vetëm vaj ulliri. Do t'i vendosim direkt në pjekje diku te 20-30 minuta, kur ta shikoni që perimet janë vyshkur. Kjo është masa e dur dhe shikoni sa perfekt janë bërë. Këto janë qese zipi, në fakt unë i kam ruajtur nga vjet. I kam lar, i kam shkumzuar dhe si vjet nuk bleva të reja pasi këto janë të trasha, të plota dhe të paprishura fare. Mbushim qeset. Me këto qese nuk zën fare vend në frigorifer, pasi hapim në të gjithë sipërfaqen dhe marrin shumë stiva me perime raftet e frigoriferit. Mjafton në dimër që të skuqni qepën, tomaten ose mishin, varet se si do i bëni ju. Por zakonisht unë në dimër përdor më shumë xhelatinë kockash. Sepse tani në verë duan shumë kohë në zjerje kockat dhe bëjnë shumë nxehtë në shtëpi. I mbushim radh, në fakt unë çdo ditë mbush nga një qese zipi, jo të gjitha njerësh. I shtypim t'i dalin ajri dhe direkt në ngrirje. Edhe qeset e tjera që i kam nxjerr nga frigoriferi janë ngrirë dhe janë gati për t'u konsumuar në dimër. Kjo mënyrë e ruajtjes së perimeve të kursen kaq shumë kohë në dimër dhe të ruan gjithë shijen e perimeve të kopshtit. Nëse ju pëlqeu kjo ide, mos harroni të bëni like videos, të lini një koment se si i ruani ju perimet dhe të bëni subscribe në kanal. Faleminderit.